më të mirë që kemi pasur në futbollin shqiptar në përgjithësi. Kur tha më të mirën për më të mirëve. Madje loj tash për tash mundet me m'ju gjansu pak shumë Harry Kane. Të e marrë të me prej mes fushës të nis vetë me dhon gol. Njëtën zëre ka po edhe Misafirin që kam prezencë në studio. Edhe është përndir ta prezentoj trajner të është. Tash s'po jam i thon trajner, a mi thon ish sulmues. Kështu që është përndir ta prezentoj Emin Paliqin. Emin mirë se erdhe në studion e Pasitës Sportive. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Një prezantim i mirë, domethënë tash po du me dalë anën tjetër me këshyra jo mune qaj. A po nëra e farloj krahasimit mirë me Harry Kane në 70%? Kjo është koha e fundit domethënë ka fundi karrierës, domethënë unë njem si mesfushor tipik numër 10, në atë kohën domethënë për precizitet pasimeve. Po në kohën e fundit, ndoshta edhe mosha, trenerët vendosën me më fut ka sulmi, që mendoj që edhe atë detyrë, ndoshta pa modesti e kun kry me sukses. Me sukses. Mendoj që me sukses. Këtu janë edhe statistikat dhe gjëra tjera që na kanë përcjellë gjatë këtyre viteve. Anxhanson Harry Kane me ti trener. Për një trajner, më me thonë në trep që ai shef që të kurti, kur më afroj të trep që a thoj ke ti si një Van Persie me komën e majt, po edhe Harry Kane për nga dalësinë edhe këto qëtësinë të 6 metri, mundet me konë, si në gjasi, po. E bona sepse për me shumë prej sulmuesve që e shohim, po Harry Kane është prej atyve që kthehet në pozitë, thosë kthehet me sushë me topin, vetë niset, njëtën sa në ke bolë ti. Po, sa ke qenë edhe të Prishtina, po edhe të Trepqa. Jo, ma shumë të ekipet to se të Prishtina ka qenë zakonisht unë kom debutu me numrin 3. Mbrojtësi majt, në atë kohë ka qenë është vështirësi se ka luajtur 3-5-2, në mes fush kanë qenë Kollari, Lumnica, edhe lojtarë të mëdhenj, po ashtu të Trepqat 89 kanë qenë Elvis Osmani, Sabit Osmani, mos tham Ynal Doraku, Faredi Doraku ka qenë vështirësi mu futën mes, atëherë kon Lux me luajt me ta. Lux bash Lux. Edhe kështu që nuk ka pozitë që s'është luajt, po e preferuar ime është numri 10. Ka qenë numri 10 se tash mundu veç me shiqu. Kush për atyve trenerë vendosi që nga pozita më sushurit me të futë sulm? Po tham, ka vitet e fundit, do më thonë gjithë trajnerët që kanë qenë, i pari ka qenë thash Shefqeti Kurti, ka provu për shkak i Zabërgjës edhe mendoj Getuar Dragusha, po ka pastaj te Rafet Prekazi, ka qenë Ardian Muja edhe disa djemë 3 që Ergyn Ahmeti, numër 10, që të vraponin ma shumë edhe une të luj numrin 9 trejshëm, hyjan mes edhe ata fillonin gjujshin prej planit 2 që une kom pas pasimin e letë, edhe mos them që shumë letë dilshin para portës pa problem. Këta kanë qenë trajnerët, kurse te mes fusha dihet, unë jam i shkollum prej trajnerit Rafet Prekazi, po flas në atë kohën e fëmirisë të Minatorit 89, edhe pozita jam edhe atër ka qenë numër 10, po isha me trup shumë i vogël, edhe më thonë te grup mosha dallon gjatësia, është shumë është evidente, do të thonë pengesat që i ka gjatësia, po teknikisht kam qenë nivelin. Po do mund dal pikërisht te pjesa e nisjes karrierës, që nis pra te pikërisht te Minatorit 89, që kanë qenë edhe sa ka qenë vështirë, se paka shumë pra pas kemi diskutuar që kanë qenë kushtet edhe atëherë pak sa shumë si Lux, duke pasur me po flasëm në krahasimisht edhe me sot, se ka prej klubeve që zakonisht nuk kanë as furgon me i bart edhe nxës. Po të them drejtën, tash karrierat mas pari çdo fëmijë në atë kohë ka filluar shkollë. Ne kemi qenë në shkollën Marën Bektesh ose tash e Shemçabej, aty në ato borë kemi qenë gjenerate mirë. Ka qenë Bacaja që ka pat hap një shkollë, mos them Shkëndia apo se di, edhe kjo gjenerat unë Shpëtim Fetau, Sejdon Bashi, Lindrit Misini, tash në kryetari i basketit, edhe disa djemë Fisnik Regjepi e shumë tjerë që kemi marrë pjesë në atë shkollë, pastaj Bacaja Tiku, shkojën Shkëndi Tetovo si trener i parë. Iniciativa e Raif Hajrës Aslan Vitokut formu shkollën e Minatorit 89 në atë kohë. E kemi pas një furgon gjelbër të muaj men, ushtronim në për sala,
zakonisht sallat këto të shkollave si periferi për shkak situatës politike që ka qenë atko, edhe lojti vëzhvellonim në Smrekovnicë. Ishte largësi e madhe, po e di që kemi pas dres të fanelat e bukura, po atletet ka qenë vështirë me gjetë. E moj men, ka qenë i shokimi, jo futbollisti patënar për Gjermanisë atletet me thuma, do më thonë me hekër, ja pa ta marrë këtë kom në gjak veç për me lujtë futbol. Edhe apo të binë, thësh apo më binë. Po ajo s'kështë lidhe. Kishtë atë dëqë veç me marrë pjesën në lojë. Kështë që u konë diqka e pa përshkru, nuk lidhët me këtë citat. Tash është këtë tjetër. Tash vinë me kjere, vinë me këto të veshën. Mos të më robat dhe atletet i kanë loj me ngjyra. Ma shumë ka në aspektin e jashtëm. Si e komenton trajner Shqipjes, atletarët që vinë tash me po, është një thonje atyve mbretërieve që është ka Arabia Saudite që thot kohrat e vështira krijojnë burrat fort, kurse kohrat e mira krijojnë burrat lig. Do më thonë edhe futbollist me makinë, shkon stërvitje, merr stërvitje, ruje po trokëshiu, ruje era, ruje dilli, pse se prunë sot, jo ke burr. Edhe në ata futbolist, mundën më po futbolist, po ndoshta me shumicën. Zakonisht lojtarët e mirë dalin për periferive, edhe janë zonat caktume që prodhojnë futbolist. Edhe në Kosovë dhe gjithka, veç shikoni për kahit ka mas shumë të futbolist që janë kriju. Për atyme që nuk shikohin, do më thonë se qysh është moti. Trener futbolli, a është i qytetit a i zonave rurale? Futbolli luhet në qytet, po mas shumë të lujnë të varfërit, mos të varfërit, pa ata që i kanë kushtet më të pakta, ose ata prind që nuk i jepin kushtet maksimale për ata fëmijë, edhe ata vazhdojnë me mos po them, infrastruktura duhet me qenë. Duhet me qenë infrastruktura, duhet me qenë krejt gjana tjera për cilëse që fëmijë u mundi mirë, mu pastru mas ndeshës, po zakonisht forca dhe këto po flasim për pjesën tonë, pjesën e Ballkanit, sidomos për Kosovë, Shqipni, e këto do të thonë që lojtarë më të maj ishe kush janë fëmijë që kanë hekë. E mban mend lëvizjen e parë, dhe qysh e ndje kur keni shkruar kontratën e parë profesionale? Po ne pata nënshkru mas pari, kontrata e parë profesionale isha dikun 16 vjetë, se faktikisht unë ndërpreva njerë futbolin, isha 16 vjetë, ndodhe një farë keq kuptimi, do shta pak edhe jëm kokëfor në aspektin e saj, dhe më marrën me një ndeshje në kitë, ka gësht, nuk du me për me në emrin, edhe më thanë, dytën pjesë që unë zeve, me në thash po më dhe në barku, u friksova mu fut loj, edhe mas ne herën tjetër, nuk u mora në 8 meqë, edhe unë si fmi pak me kokëforcin teme, fillova me lonë futbolin, u regjistrova, faktikisht e kisha babin trener në Hemball, e mora disa djemë gjeneratës shkollës e qrem qap të marrën Bekteshi, luni mas pari futbol, pastaj e formum juniorët e klubit Hemballit Trepqa, edhe unë isha me ta, isha i shkallët në Hemball, dikun 3 muaj gjithë verën, u pregadita për fakultet pastaj. Pastaj u shtoja edhe basketbol të një Amerikan që ishte aty po basketin jo, diçka po kështu të lagjës, im ledhë të fëmijët hajtë edhe aty për me humbë energjinë, se isha shumë energjik. Pastaj klubi më ofroi kontratë minatorit 89 me Basenajet, ishte trajner, bile u ardha atje në lartë, i këshyri kush po lunë, unë isha në forë fizike të mirë, më ofruan kontratë, më thonë 4 vjeçare, ishte ondër për mu, sepse disa të tjerë tentonin të muhazonin me një klub ka qenë Shala, mirë po i ndjeri Baca Shukri Osmani, baba i Ekit Osmanit ishte sekretar, pastaj normal Bacajet ishte ai që vendosi, po edhe ekonomi i klubit Lami, jo që po thot qysh doni me hek lojtarin më të mirë, ajo është këtu i ri, po ka vrapu e s'di qarë, kështu ka qenë një forat, edhe numrin 18 që ku mbaj gjithçka pikërisht ka qenë ai që ma ka dhuru. Ai para do ditëve ka ndru jetë, Islam Mehmeti. E kështu që kështu ka fillu karriera ime, edhe kontrata e parë ka qenë ondër për që të kanë se po në shkruun, po të vinë të ardhënat, tu e ditë që Mitrovica se që ka qenë qytetin darë, na kemi qenë pjesën e jo. Kanë qenë mjaftueshme paret që i marë? Për mu kur s'kanë qenë paret,
personale, s'po dish me thonë që mas paret jo, unë e kom qyra haltin shpirtnore ku e një vetën që më mep ma të mirën edhe s'm ka interesu. Normal, me qenë jetesa e mirë, unë krahasim me atë kohën, do më thonë gjenerata e më është gjenerate, s'po dish me thonë, s'ka si shkruhet as emri, as e jartë, as e zjartë, kemi fillu në nara, kemi përfundu, por kërështune, para se me bo pranimi UEFA-s. Do më thonë, pe ara të lojt mes veti kështu pa dalje jashtë, edhe mendoj që jemi gjenerata ma e pa fat në aspektin futbollistik, po të mbushën shpirtnesh mas shumë të edhe mas shumë të që kemi ndi futbolin, mendoj që jemi ne. O e pas lëvizjet e radhës, cila ka qenë? Lëvizja e parë e radhës ka qenë te klubi futbollistik Prishtina, në atë kohë dihet që në atë kohë s'ka pas rivalitet, kështu. Rivaliteti s'ka qenë, se Trepqa, do më thonë, ka qenë ligën e dytë, ne kemi qenë unë kam qenë te Minatori 89, pastaj Trepqa 89, normal, rivaliteti gjithë ekziston mes Mitrovicës edhe Prishtinës, po në atë kohë nuk ka qenë që evidente. Pastaj gjatë kohës, kur ka fillu me lujt, do më thonë, rivaliteti veç u ngrit, edhe është ngrit, edhe momente ka pas edhe gjana që do më thonë që i pojnë në këtë botë. Edhe të Prishtina ki pasur një performancë ko gjë edhe përmende konkurrenca ka qenë e vështirë. Po, drejtë me thonë... A ke pas frikë? Jo, unë po thomë, mu ka nevojit vetëm topi. Më thonë është loja e parë që e kom pasë në dorë, do shta edhe si fëmi njëm që e kom pasë veç topin edhe një fanel me veti, këtë ata që më njohin si fëmi të vogël, e din që jam me një fanel bardhezis pja për me një emrin të kujna, do më thonë me ylla këto, në atë kohë që shka qenë, se ka qenë Jugoslavia, edhe një top në dorë edhe mu nuk më ka interesu kush qysh. A kush ka ardhur te shkolla, unë jam kom pjesë e asoj lojës, edhe nuk ka qenë vështirë, normal. Kur jam shku, konkurenca ka qenë e hatashme, diçku 30 lojtarë, se cili më i mirë se tjetri, po ne ishim kushtet shumë të vështira në Mitrovic, qyteti ndam pa shtëpi, më thonë shtëpinë e kishim pjesën veriore, edhe mu deshte me studiu, vitin e pare kalova, studim nuk më pranun, edhe pse isha i pjesës veriore së më pranun në konvikt, fleja të shokt, edhe pse lojtar, do më thonë profesionist, fleja në konvikt, do më thonë një krevat i këthym për zjoni, edhe shokët e Mitrovicës, do më thonë Izeti, Lavdimi, Bujarbegu, ata e bonit ma pa mund shumë që unë me qenë pjese aty hyt për me flajt, se ka i herë lodhja ishte dhe fakulteti ka qenë i vështirë edhe kështu që po normal. Me kalimin e kohës e pash që shka është të në regull, me ndihmën e bashkëtojtarëve kanë qenë të vjetër, kanë qenë plot yje. Plot yje, po prap se prap unë arrita që... Se ke diskutuar pjesën e sakrificës, atë pjesën e konkurrencës? Nuk e pas qare, për ndryshe e premtja ka qenë dita për shembull kur të vendos të letra në tabel. Atëre veç shkoja aty dhe shikoja jenë 18. Po flas për kohën kur ka qenë. Do të thonë ethet e së premtës. Qysh kanë qenë edhe të se premtës hera e parë, kur e ke po veten që kime qenë? Ja, po zi, se kush ka luaj futboll e din se gjatë përgatitjeve të din ku je. Nëse përgatitjet e ecin mirë, nuk ka problem pastaj. Po këta unë edhe isha njofshëm për shkak se ndoshta ndër talentet që u shpërmend. Ka qenë ndeshja Minatori 89 Prishtina, ku ne triumfojmë 0 me ne, edhe mu m'jepët Novka Krojfi Mitrovicës, nga dy gazetarët e mirënjohur Agja Besim Kajtazi edhe ata dy ma dhanë atë Novkën, edhe nesit unë hapi gazetën 0-1, për kështu e shoh vetën me Sheremet Jusufin aty, edhe Krojfi Mitrovicës majtas me top. Sa e fukur gje, Krojfi Mitrovicës. Krojfi Mitrovicës, para më nëmë kanë gjasu, për i këton atynve lojtarëve në mesen, Besnikolari anë tjetër, ishin lojtarë të asin unë, Elvisi, më thonë, ka qenë Sejdon Bash, ish pëjtën Fetahu, ka pas lojtarë dy onë, na i kemi qenë shumë tri, në triumfumat, në Verja Shari,
triumfum 0-1, ndoshta me fat se Fadil Berisha e kap topin me dorë, edhe thot qabre faul, ai penalti 0-1, po në vërtet një ndeshje ka qenë shumë e mirë edhe. Ke pasur një eksperiencë edhe në Shqipëri? Eksperienca në Shqipëri ka ardhur si pasojë, unë kam pas oferta 3-4 herë atje, po s'kam dosh me lëviz për Kosovës. Kam qenë ashtu i rahatshëm këtu. Futbollin ton, ndoshta nuk e di, ndoshta edhe pak koka ime ka edhe te eksperienca në Shqipëri, unë kam pas oferta 2 herë në Elbasan, nuk shkova. Pastaj pas Prishtinës pata ofertë vllaznimin, pikërisht edhe Uliksi iki atje, kam pas edhe mik të mirë. Më bëni ftesën që hajde shkojmë bashkë, po unë vendosa më kthy në shtëpi, se isha mërzit. Dësha të kontriboj prapë të shokë, të kthejna me Elvisin, me këta shpëtimin, me Dindritin, këta ta formojmë prapë atë që tika takën që i kishim. Po 6 muaj ditë prapë më desh me ik, Erdini Hashani është fajtore që i kanë Shqipni. Dhe më dërgoj mesazh, tha, sa i më thot mu Haver tha po vjen. Pa një pa dy, kur s'ka ditë rrobat ju më shku. Ishet në testim në Beslidhje të Lezhës. Po veç mu desh mu largu pak se thejva hunën keq. Në lojën e Paramron Fush Kosovë, sa që e prekja nuk i disha ku është hunë. Qaq goditje ronë. Edhe pastaj s'po di sa pa kujdesia e njerëzve. Pa kujdesia e njerëzve ndaj këtij lëndimi, ndodhi që unë tikja atje. Edhe për një stërvitje që jam dal me njëherë presidenti apo ishte atë në atë kohë edhe kryetari i bashkisë së Lezhës, Gjok Jaku, ule dhe thajmë, nuk i kërkon të rrin këtu. Ishte 6 muaj, po për fat keq Beslidhja e Lezhës për një pikë veç ra nga kategoria se na do vazhdojshim aty. Trajner shumë interesant që në Shqipëri shumë i kanë dorë futbollistat e nga Kosova. Po të thëmë në tretmanin që kemi pasun, s'po flasë për tjerë të di që edhe në Elbasan, ata që kanë qenë, Elbasan që kanë qenë edhe në Bes Kavajës, edhe gjithë ka unë e pastaj për i Lezhës, u ktheva këtu për finalet kupës, po nuk më mundësun me lujt mes Trepqës 89 dhe Vllaznimit, se atje përfundoj kampionati ma herët, Trepqa 89 shkoj në finale, edhe më bënën telefonat, pikërisht presidenti i Trepqës 89, tha me na po vjen me lujt tash po, se në atë kohë nuk o njoftë, s'kene pëqenë, kur erdha, nuk u leju, po në isha pjesë e kësaj ekspedite, edhe në atë kohë Vllaznimi triumfoj. Pastaj mora telefonat direkt që aty prej në hotel, bili hotel Uragurit kemi qenë, kur mora telefonatën që Elbasani më thet prapë për tretën herë. Presidenti i njërë Beni Laze, hajde takom, tretën herë vendosa. Ika atje, po nuk vazhdoj gjatë, unë nuk mujta me qëndru, shumë i mora robot edhe u ktheva shpi. Pse dre? Është çështja mbrëmshme, është çështja shpirtënore që lirinë e futbollistit, gabimet janë të mia, thash edhe njerë nuk i lu ata fajtor, kom pas një trendman ndoshta të liderit dhe gjana tjera, kur shkoj atje, pastaj fillun disa gjana që si sham mësune. Jam i rritëm një familje sportive me edukat të lartë, me principe, me sene dhe në pengojnë gjanat pa rregullsi. Qoftë une, qoftë e tjerë, po jam i heshtëm, po momentet e caktume veç nuk toleraj. Jo që damtoj dikon, po paktën as vetën nuk e damtoj. Bile ka qenë debati me prindin se ati s'ja kum kthy kur, është arsimtar dhe trajner, kogja i vështirë. E më tha ku do mu kthy, rej atje, pedim pagën sa e ki. Thash, a paga shëndeti. Po jo, shëndeti, thash, po kthej na shpi. Adhe më kthy. E di që zakonisht në Kosovë nuk është e përmendën pagat, sa ka qenë pagat që e ke marrë në Elbasan që ata së kohë? Po, atë nuk ka qenë e malla, ndoshta në atë kohë po, se ishte 20.000 euro viti, kishim bonuset po dalje në Evropë, më thonë 2.000 euro, ashtu po të sa paron dorë, edhe një kont shënume aty që Elbasani ka qenë në atë kohë, dhe shkët edhe Evropë, po në atë vetë për vatë keq, me gjitha ato lojtarën nuk unë 8 orë, dikun 9 orë jam kthy, kom fillu stërvitje me Trepqën, se kisha edhe një lëndim të vogël, po ma shumë ishte lëndimi në kokë, edhe u ktheva, shtu që nuk ishte as gjatë. Trajnera ki pas oferta ndonjëherë jashtë Evropës?
në Evropë. Jashtë jo, s'po di, ka pas tentativa. Kanë qenë disa menaxher që vishin, s'po di, pseudo menaxher, dhe jo do shkosh këtu, jo do shkosh aty, por kursi ku marr serioz. Do të them se ishte vështirë, në Kosovë zor kon me dal. Thash edhe një herë, videot ka qenë shumë vështirë, një tash ju shosh çdo javë del në televizor, edhe ki lehtësinë ti me bo një video se me prezentu vetën, e ki vaj s'ka aty edhe gjenë ku dush. Në atë kohë ka qenë shumë vështirë, ti me bo të thash unë videon e parë që ko marë se ka qenë pikrisht Bajram Shala që ma ka bo, menaxheri kombëtarës. Menaxheri kombëtarës, edhe cilën në atë kohë, po të thëmë, ka qenë 1.000 euro mi jep, ose mark, sa ka qenë atërë, ka qenë e papagume, se s'ke mujt me bo. Shtu që ajo është sill gjithka, po nuk ka, nuk ka qenë një ofertë konkrete në Azerbejxhan, në atë kohë, po prindi së mla, edhe tha mbaru fakultetin se duhet, je këtu, ku e din ku shkon, ku e din ku shtpret. Cili ekip ka qenë që ka ofruar? Nuk e di, ka qenë një trener, se di edhe ekipet që janë të Azerbejxhan, po ka qenë kështu ofertë, hajde këtu i merr kaq nëpërmjet telefonit, po ja ktheva shumë shpejt. Tjetër eksperiencë që ka pasur ka qenë provat të Bursaspor, unë edhe me Sulejmani, viti 2001, ishim 2-3, po pastaj ndroi situata, e gjithë menaxhmenti ndroi, edhe kur ndrohet aty smesin ato emrat dhe kush ka qenë dhe kush s'ka qenë, se ishim një javë testime, për ato një javë kemi pas të ojnë, ishim miqësore, edhe mendoj që kemi kallëzu kogja kvalitet atje. Mendoj në atë kohë, që ashtu që është na thonë, hajtë se të thirëm. Hajtë se të thirëm. Vjen dikur. Trener vëdu me një vetë viti 2010. Çka kujton Emini? Për martë e viti 2010 ishtë viti 2009, kjo largimi nga Elbasani, edhe unë mbeta, Elvisi këshin fillu shok mu këshin da. Elvisi shpëtim Fetahu, Visar Shkopolli, pastaj Fetaj Ibrahimi, mendoj, edhe tjertë këshin kalu në Trepqë. Indrit Misini, shpëtim Idrizi, në të thënosh. Edhe unë kur mbri, erdha ku më shku më ashtru, e kene kum pas, ka qenë kapiten në të thënosh, kjo shkalu anej, hate me neve stërviti. Edhe shkova në atë mjashar, stërvetëm, së në menjëm, duke mu këthy në lëvasa, si kësha kontratë. Edhe, s'po di si me thonë, filloj emocionet, repre këto më shka, rishim natën e ka pas dhe një lokal bohem, aty është edhe treneri Ganis Sejdiu, pastaj ndikoj ambienti, edhe rektu, fillum, hajde kumenet, u mora vesh me ta, po ishte problemi ishte edhe Trepqa të thënon, po më vendosa me nejnë Trepqa. Edhe në atë sezon kanë ro 6 ekipe, Trepqa, gjithë ta kanë qenë poshtë Drenica shumë, me pak pikë, edhe ndodhi mrekullia që unë 5 ndeshje të shënoj ka i gol. Edhe gjitha ndeshjet përfundon 2-1, 1-0 me golat e Minimba. Po. Bile gola me Ferizajn. Krojfit e Mitrovicës. Edhe goli i rëndësishëm me Ferizajn 95 minut ka qenë 2-1, sa që nuk di ju më fut direkt zhveshtore, është edhe video, pikëzimit, janë qelë dyrë të në atje, zhveshtore pikëzimit, se s'kesh mo, dera jashtë në vshesë, është kësha njëmër. Aty, pastaj filloj organizimi, erdhen disa sponsor, u lidhen shumë mirë, jo për fusim tre, po bom kampion, po shkojmë për kampion, edhe filloj ashtu. Murëm atletare, morë tre, që u bo e fort, edhe s'po di në ndjetësi ma të madhe sa të kur jemi shpall kampion, nuk di. 20.000 tifos pranësh. Nuk është ajo mramja që ka qenë 1000 kamion, që imi dalë në qytet u shkon diçka e pa përshkruar. Po flas për mbrana stadiumit që kanë qenë. Stadioni është zero. Edhe kur jemi dalë për Hotel Pallasit, e mu fut në për qytet, nuk ka pas as familje që su dalë jashtë. Me pleq, me gra, qaq pritjen e madhe që na kanë bo, beso ka njerë dhe sharetës ajo në qita, ka qenë një atmosferë shumë e mirë, që fatkeqësisht po na mungon edhe Trepqa duhet mu këthy aty.
Apo i mungon edhe stadiumi edhe Mjashari edhe Trevgja. Po këto janë të pandashme. Stadiumi edhe Mjashari nuk na mungon veç njëri, mungon gjithëve se edhe lojtë ndërkombëtare kur janë lujt ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme kur ka lujt Kosova. Faktikisht aty kemi disa lojë që janë bërë dhe ka pas atmosferë shumë të mirë. Edhe normal që na mungon, është pjesë që ndryshe zhvillohet ndeshja aty, ndryshe zhvillon Trepqa ndeshjet në për skuta, në për objekte të improvizume, me tela, me gjemba, me edhe nuk është jeshia asaj. Shpresoj që këtë vit veç ta vinë përfundimin e impiontit madhe dhe të kthehemi bashkë me stadion. Trener ke qenë pjesë e Kosovës, më sa e di. Kam qenë pjesë e grup moshave të Kosovës, Ren, edhe kemi pas ndeshje, pastaj janë disa ndeshje me yjet, me gazetarë, përfaqësuesja A, përfaqësuesja B, kam qenë i ftuar shumë herë. Edhe të mramtën herë që kanë qenë pas atij viti që u bëm kampion, ishim në Kallmar me reprezentacionin e Kosovës. Atje ka qenë eksperiencë mirë. Po më duket tim poshtëm 2-1, nuk e di pasha si. 2-0 keni e di që e Tret Berisha një pjesë ka mbrojtur, një pjesë me neve. Gjevdit Lumnica na ka prit atje, e kështu që Anieli Rashkaj edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Ka ndodhe para arë me dalë, mastej unë nuk jom qenë fort interesuar për futbollin. Po futa në punë si profesor edhe mastej me një gumë, me një lapcë. Herë dili anë, herë dili aknej. Nuk ka qenë shumë të lashe. E di që i edhe si nuhat si mirë lejtarëve, talent dhe tri. A i tu merë me lejtarë tri, a i tu e vazhdu si? Po ajo është pjesë që kum ndëru gjithë me qenë natë mas pare në aspektin sportiv, stërvitja, edukimi, që është seni kryesor, me qenë psikologjikisht përgatitën që kur dalin, dhe mu ballafaqu me të vërtetën edhe me realitetin, se mundesh me qenë një mirë dhe i moshën 15, pastaj në aspektin tjerë të nxojnë, të psikologjikisht bjen, edhe dush më fut mendimet e fëmijëve se qysh tek, se fëmijët janë e vërteta, ata nuk din as me gënyas, te ata e shef çdo sen, sa i vlerësuar, çfarë trajneri je, edhe kush je. Kështu që po, unë punoj edhe me trit, kam punu vazhdimisht, ka lojtar, ka kvalitet, mirë po stagnimi është te mosha kur arrin ata me ditë që ata din ma mirë se trajneri, se të tjerët. Sa i kënaqur trajner me arritjen, po flas paka shumë të disa lojtarëve, se Elmedin Rama është Gerant Hasanaj, që kanë qenë thjesht nga duart tua. Elmedini është, s'po di, është tip i veçantë i punës, i energjisë të punës. Është një djalë që nuk mund e nalë me punë. Domethënë ai është i jashtëzakonshëm, është makineri. Mos dilte rregulla tash 48 orë ai s'ke shumujt me lujt, po ka ndodhur raste që ai ishte me 17 meshat, i shënot 3 gola. Unë e merr janë ekip parë. I bën një gol vllazënimit atje. Madje u përfolka në për media. Po. Brenda 48 orëve, në fakt 24 orëve 2 ndeshje. 2 ndeshje, po le që ato edhe më bën, ajo është vrasje për futbollistin, po ai ka pas një karakter të veçantë. Është ditën e mbrëmtë ai veç ka nënshkruar, po ik atje dhe kishim lojën me Anën. Domethënë atë kohë ka qenë ekip i mirë, edhe erë mu përshëndet, po e ftova veç për më përshëndet, dhe në listë ka qenë. Edhe po vjen, po thot, lut na trener, thot, apo më lën me lut një 15 atë, ma thash jo, me dënë se janë tjerë, po pa të dëshu s'është problem, e futi dikon i bën 2 gola. Edhe i mujna 3-2. 2 gola me të majtën dhe si sot më kujtohet, edhe ai iku atje. Tash e ka një lëndim, po ka dhe lojtar tjerë që tash është Bleron Fetau që iku në lap. Është talent që është prodhu, është numër 10. Jashtëzakonshëm, ka pasur edhe tjerë Fatjon Bunjaku që është te Malisheva, lojtari prodhu për shkollës. Nuk ka as i sulmuesi. Është sulmuesi i lindën. Pastaj ka dhe disa tjerë, është po ata është Ndrejtemini që është kapiteni i Trepqës.
Pastaj ardit Miftari, që ka arë për Trepçës të thënon, po këtu Jonus Miftari, për tjerë që i kemi fut, po Arlin Syla, shumë lojtarë që i kemi fut në Kivorin Veliu, shumë tjerë që i kemi fut në ekipën e parë, mës të haraj dikan, se ndoshta me të hatri, kështu që janë shumica atyme, po i duhet punë, normal, për me kallëzu vetë. Trener Trepça sot. Po Trepça dje, një Trepçë super organizume, edhe po thome edhe une, edhe tjerët nuk kom besu që së mundët mu futë në Superligë, bastë organizimit edhe gjanave tjera. Tash, u mbet, ka ca lëvizje të lojtarëve, dhe më thonë të lajmeve që po vinë lojtarë, shpresoj që të forcohen edhe dhe më thonë të futën në Superligë, se është kohë e gjatë. Prej vitit që jemi fut në asi lojtarë, me trajnerin Rafet edhe miqt shokët e mi, me Manqollën e gjithë tjerët, dhe më thonë për asaj kohë, prej që kemi ra prej ligës, nuk kemi mujt me. Kështu që është kohë e gjatë edhe duhet me reagu që më futë Superligë. Trajner një pyetje të fundit, me qenë se jemi edhe në prak të fundimit të intervistës, kujtimi më i bukur për ty në futboll, cili të arë? Ka shumë kujtime, po veçanërisht do më thonë kujtimi më i bukur është kur të debutimi. Më thonë, më futën fushën e gjelbër si futbollist në ekipën e parë, me ato ku ke ndru. Edhe ti po debuton me ata që deri dje ke përcjell, ndoshta edhe ke pasur ndër mu takune. Ajo është kujtimi më i bukur, do më thonë edhe thjesht titulli i Trepçës, që ndoshta na ka mbetën kokë, shpresoj që mos na mbetën kokë, tash të vazhdojmë edhe ta forcojmë. Trener ishte kënaqësi, patyshim që ka shumë çka për të diskutuar, por ka që kishim edhe kohën. Faleminderit shumë mas pari për ftesën, është kënaqësi. Ty përzoj për punën, vazhdo edhe shpresoj që takohemi herëve tjera në emisione tjera. Deren që legish, kur do që do. Veç dalë pjesën tjetër. Zbashku edhe shpëtimin të mëftu. U kry bashkë, se na i ta ndem edhe aja ne u këni, po zbesoj që pajtojmë, se shpesh për lamën e aja. Do të ishtë diskutime ende më i bukur ka edhe debat. Shumë faleminderit.